Zoti Kio, dëshmitar, dëshiroj që të kthehemi tashmë te disa pyetje që në fakt ka bërë gjyqtari Gaynor dhe dua të kalojmë tek 730.1 faqja 33 rreth 77 deri në 11 në gjuhën shqipe është faqja 33 edhe aty janë rreth 77 deri në 11. Mund t'ju a lexoj dhe kjo është dëshmia që ju keni dhënë në çështjen Limaj në vitin 2005. Pra përpara 18 vitesh. Pyetja ishte, a e dini se kur ju a ka dhënë urdhën Alush Agashi gjatë ditës dhe ka qenë do kush tjetër në makinë me të? A ka qenë do kush tjetër me të? Dhe përgjigja juaj ishte që unë, Benak Gashi dhe të tjerët, nuk I njoh të tjerët. Yeah. Sorry. A e bani mund ta thoni këtë gjë? Përgjigje po. Zoti Quick kundërshtoj sepse kjo nuk është dëshmia në vitin 2005 për çështjen Limaj. Zoti Kio, në fakt, ju kërkoj ndjes është intervista me ZPS-n dhe numri është 078 188 viz të R, viz e T, faqja 33, rreth 77 deri në 11. My apologies, sir. Zoti Kia, ju kërkoj ndjes. I'm sorry? It is 0781. Zoti Kjo, edhe një herë janë shifrat përkatëse, janë 078 188 viz të R, viz e T, pjesa 1, faqja 33 si në anglisht ashtu dhe në shqip, rreth 77 deri në 11 në anglisht në shqip. Gjyqtare Smith, ju lutem ritregojeni dëshmitarit se nga vjen ky dokument. Zoti Kio, po, unë mendoja që kishte qenë nga dëshmia juaj në çështjen Limaj, por në fakt është nga intervista që ju keni dhënë me ZPS-n. Dhe I bie atëherë që t'jetë viti 2020. Prandaj nëse është e mundur që të shkojmë te faqja 33 rreth 7, ju lutem. And again, it says okay. Zoti Kio, edhe një herë këtu thuhet, a e dini kur ju a dha Alush Agashi urdhrin më herët atë ditë? Ishte dikush tjetër me të në makinë? Ishte dikush tjetër me të në atë kohë? Dhe ju thatë, unë ishte Benat Gashi dhe personat të tjerë, nuk I njoh personat e tjerë. Dhe kjo shko në përputhje me atë që ju I keni thënë sot gjyqtarit Gaynor, dhe keni thënë të njëjtën gjë edhe në vitin 2020, apo jo? Dëshmitari, po. Pyetja. Dhe kur keni bërë bisedën me ZPS-n përpara disa javësh, dhe ky është në fakt shënimi numër 2. Dhe nëse mund ta saktësoj datën, në çfarë date ishte ajo? Në çfarë date ishte shënimi përgatitor? 9 tetor 2023, faleminderit, avokat. Pra ju I thatë ZPS-s përpara disa javësh që kur u kthyet në Jablanic, aty ishin rreth 10 persona, po nuk mund të thonit nëse e pat Hashim Thaçin. Është e saktë, pra nuk mund të thonit dot që e pat Hashim Thaçin. Dhe në fakt nuk keni thënë ndonjëherë që në Jablanic e keni parë Hashim Thaçin e pas kësaj apo jo. Përgjigja e vërtet, nuk e kam thënë. Pyetja. Unë e di që ushtarët ose përvoja e zakonshme që kemë me ushtarët kur flitet për shumë thashetheme e të tjerë, dhe ju nuk keni qenë pjesë e bisedave që presidenti Thaçi ka bërë me Fadil Gashin gjatë gjithë vitit 98, apo jo? Përgjigje, jo, nuk kam qenë pjesë e tyre. Pyetja, dhe ju nuk e dini, nuk keni ndërgjeshëm për faktin që ka patur 3 biseda të ndryshme me presidentin Thaçi dhe Fadil Gashin gjatë kësaj periudhe kohore, apo jo? Përgjigje, ju lutem edhe një herë pyetjen? Pyetja, e kam fjalën që gjatë kësaj periudhe ju nuk e dini që janë bërë 3 biseda në fakt ndërmjet zotit Thaçi
dhe zotit Gashi, Fadil Gashit. Për disa muaj gjatë vitit 98, apo jo? Përgjigja, nuk e kuptoj pyetjen tuaj. Pyetja, unë po ju them këtë, që ka patur të paktën 3 biseda personale që janë bërë ndërmjet Fadil Gashit dhe presidentit Thaçi në vitin 1998. Dhe ju, përgjigja, ju pyetje, ju nuk e dini që janë bërë këto biseda, apo jo? Përgjigje, jo. Dhe pyetja, në fakt, Fadil Gashi i ka shpjeguar këto biseda si miqësore. Si, më falni, është pyetja pyetja, ju nuk e dini, tani që jeni këtu i ullur, që vetë Fadil Gashi i ka shpjeguar këto biseda që ka bërë me Fadil Gashin si miqësore, me Hashim Thaçin si miqësore, apo jo? Përgjigje, jo, ka qenë diçka në një gazet, nuk jam fort i sigurt, ka qenë diçka e tillë. Pyetja e kuptoj, dhe në lidhje me debatin që për Tahir Zemajn, ju nuk keni qenë as pjesë e këtyre bisedave, apo jo? Përgjigje, jo. Pyetja, pra gjithçka që ju po na tregoni në lidhje me ato gjëra që menduat mund të kishin qenë problem për atë që ka të bëjë me pyetjet që ju bëri gjyqtari Gaynor, janë gjëra që keni dëgjuar nga të tjerë në atë zonë dhe ushtarët që flisin me njëri tjetrin, apo jo? Përgjigje, po. Pyetje, zoti Kio, nuk kam pyetje të tjera, faleminderit i nderuar gjykatës. Zoti Roberts, asgjë nga ana jonë i nderuar. Zoti Ellis, asgjë nga ana jonë i nderuar. Gjyqtari Smith nuk ka ndjesur mikrofonin. Gjyqtari Smith, dëshmitar, ju keni përfunduar dëshminë tuaj, ju falenderojmë që keni ardhur dhe keni folur me ne, keni darë informacionin. Sekretarja e seancës do t'ju shoqëroj jashtë sallës ku gjendeni. Faleminderit edhe një herë dhe gjithë të mirat dëshmitari, faleminderit juve. We can end the link, and we are in public session, so yes, we may end the link. Dëshmitari, gjyqtari Smith, mund ta përfundojmë lidhjen dhe jemi në seancë publike.